Të nderuar dëgjues të programit të Drejt për Drejt, Mirëmëngjes Shkodër. Sot dëshiroj t'ju përshëndes nga kjo studio me një artiste të re, me një këngëtare të re më sakt, si për të dëshmuar se gjithmonë Shkodra nxjerr filiza që bëhen pemë, që lulëzojnë e që japin gjithmonë fruta në art dhe në ecurinë e tyre në jetë. Në fakt, sot me mua është një artiste që ka marrë pjesë në shumë kompeticione, në shumë koncerte, megjithëse është e re, shumë e re. Me mua sot në studio është këngëtarja Rigersa Zefi. Mirëmëngjes Rigers, mirë se erdhe. Si ki një? Mirë kam mirë, po ti zemër. Mirë. Sot një zgjuh herët apo vazhdimisht zgjohesh herët për shkollën? Qohem herët për shkollën, me thënë drejten, kështu që nuk ishte gjëri. Nuk ka gjëri. Megjithatë e re është se sot të zgjohesh Jam shumë me qejf sot. Me qejf, shumë bukur. Është mirë. Pozitiviteti është një ndjesi shumë nxitse për vazhdimsinë e ditës. Është vërtet. Në fakt, Rigers nuk ka shumë kohë që je paraqitur në kënga magjike 2019 me një këngë shumë të bukur, ne sapo e transmetuam në valët e radios. Emocionet janë ende të freskëta, apo jo? Po, janë gjithmonë, sepse unë edhe vjetë që kam marrë pjesë edhe par vjetë, edhe kam prap njëjtat emocione bile sa vinë shtohen edhe më shumë. Po kënga Kot me fol, kështu është titulli i këngës, Kot me fol. Pse Kot me fol? Sepse ta në këngë në fundit del një thelb që është e kot me fol, por njeriu duhet me i pa gjanat, si me thonë, me mrendit veten. Sepse sa do t'i flasin dikush tjetër, prap nuk ka për të ndiku. Pra, ndjesia personale është gjithmonë dominante. Si realizove këngën? Është një kompozim dhe krijim i Adrian Hilës, të ka zgjedhur sërish, apo jo? Gjë e bukur. Po, dhe me thënë, realizimi u bë për një kohë shumë të shkurt, edhe kena pas shumë probleme. Nuk mund t'i quaj probleme, po më ndryshote menja ta në kohën. Herë dosha një orkestrale, herë dosha një tjetër, derisa në fund morin telefonin edhe më tha, hajde herë sot një këtë që du me danë. Okej, në rregull, thashun, edhe kur kam shkuar atje kam me të manitun. Kjo do të thotë që ti je jo thjesht një interpretuese, por ke marrë pjesë të kënga në mënyrë aktive, duke dhënë edhe frymëzimin tënd, edhe dëshirën tënde për ta interpretuar. Po, patjetër. Një marrëdhënie shumë e mirë kjo mes kompozitorit ose krijuesit me interpretuesin. Shumë gjatë, jo vetëm në këtë raste, por edhe në raste ku ne nuk kena nevojë hiç me punu, është tepër i mirë. Edhe unë kam një respekt veçantë për te dhe sinqerisht unë e kam njësoj gati si babën tem. Sa gjë e bukur. Mirë, Rigers ti je 17 vjeçe pak. Je maturante në shkollën Maria Ndihmëtare. Maria Ndihmëtare. Po. Dhe megjithatë, shkolla kërkon impenjim, muzika gjithashtu. Si i balancon këto? Të dyja kërkojnë impenjim në fakt, edhe zakonisht mundohem që për shembull edhe pjesë që kam më marrë me muzikën me lan jashtë orareve të shkollës. Edhe nuk është se kam pas ndonjëherë për shembull shumë vështirësi, sepse kam pas edhe mësuesat shumë të kuptueshëm, kështu që është një marrëdhënie e arsyeshme. Po. Ndërsjellë. Megjithatë, kënga është një ndër pasionet e mëdha tuaja, që në voglinë e hershme, atëherë kur prindrit kanë shkuar me ty tek qendra kulturore e fëmijëve, aty je aktivizuar. Shumë, dhe më thonë për këtë pjesën e qendrës kulturore, nuk mund t'la pa përmendën dhe gjyshen teme që ka kënë, dhe më thonë, gjithmonë gati me ardhë, me mëqu, me marrë, përveç mamës, normalisht se mama është ajo që është tysa mama dhe për mu. Por ti pas kësaj qendre kulturore dhe aktivitetit aty, more një hof të madhë. Ndoshta unë mund ta quaj një hap determinant, siç ishte pjesëmarrja në një kompeticion shumë të bukur, siç është Gjeniu i vogël, tek i cili ke qenë finaliste.
e mrekullueshme Rigersa Zefi. Nuk më shlyhet nga mendja që atëherë të kam njohur me shumë kënaqësi të kam ndjek. Si është historia e Gjeniut? Të Gjeniu kisha shumë kohë që dosha me marrë pjesë, me thënë drejtën, edhe mës 3 vjetëve paka shumë kështu, më tha babi, po pse nuk shkon, më tha mu. Edhe unë që kisha adin mejta për një moment edhe i thashë në me shku, edhe kishte fol mamit, dhe më thani, kishte thënë një gjë se ka që e vajza me shku një në tjetrën. Atëherë shku me u interesume, kur ishin konkursi që bahet për me hyjtë e Gjeniu. Shkova mora pjesë edhe sinqerisht të ndava shumë mirë. Nuk kam pas nevoj me ba 3 audicione si zakonisht bahen, ose ka që maj menë son 9 vjeqe, 10 vjeqe kam kanë. Po kam hy direkt edhe nuk e di, ka një ndjenjë shumë e bukur, shumë e veçantë që nuk kam për të harru kur sepse Gjeniu ka një shkollë për mu. Ndërkohë që të kujtohen ato emocione, ajo luftë e bukur artistike, por gjithsesi ju të gjithë që keni qenë keni mbetur të spikatur tek kënga. Kena majt edhe kontakte, sepse ne kena kenë, është edhe vërtet që viti ku kam kenë unë, fëmijët kanë kenë më të mledhën se sa asnjëherë me njëri tjetrin, biles hala unë sot vazhdoj e maj kontakte me ta. Gjë shumë e bukur. Edhe ata vazhdojnë rrugën e këngës apo dikush jo? Disa e kanë vazhdu, disa jo. Ato dy që kam pasun e më të afërt, Gerti edhe Genti më fal, edhe Eranda kanë vazhdu. Eranda nga Kosova, më kujtohet. Po, ndërkohë që ti këndoje në shkollë, por nuk e vazhdove shkollën artistike për një kohë, nuk hyre atje në të mesmen, zgjodhe një shkollë tjetër. Sepse përveç shprimve dhe unë kam pas mendimin që njeriu duhet me marrë një formim të plotë herë për të tana pjesë. Atëherë muzika ka kenë gjithmonë një pasion jemi edhe do vazhdojnë tjetë edhe do tjetë pjesë e jetës teme. Por unë kam qef mu profilizu edhe me diçka tjetër, edhe muzika është plotësuese për mu. Në çfarë do lloj momentit unë nuk kam për ta lënë kurrë. Shumë bukur. Edhe kjo është e vërtetë, sepse aktivitetet ku ke marrë pjesë kanë qenë të njëpasnjëshme, madje shumë herët, në mos gaboj, në vitin 2016 ti ke bën një koncert recital. Po. 2016-2015 diçka kështu. Nuk është e thjeshtë. Në skenën e teatrit Migjeni. Po. Dhe më thanë, halli më i madh jam ishte sepse unë nuk është se unë njifsha fort, sepse unë vetëm pjesëmarrëse të Gjeniu kam kanë. Edhe thosha, a thu ka për të mush stallet pak të gjysa tjeta, kupton? Vetëm kur dhe më thanë, më kanë thanë që janë shit të tana biletat. Edhe kanë ardhur njerëz edhe kanë kërku për bileta, nuk e di, dhe më thanë, ka kanë një moment shumë, nuk e di, e kam përjetu shumë mirë, edhe të them drejtën kanë kenë emocionet pa përshkrueshme, sepse unë në një moshë shumë të re, bana një diçka shumë të madhe dhe sinqerisht ka për të mejtë në memorien teme. Të kujtohet që ke patur një repertor të gjerë, shumë edhe këngëtar, dhe më thanë që kam thirrja mundu që me izgjell diçka që e pëlqejnë edhe njerëzit, sepse unë nuk mund të isha vetëm këngëtar të ri. Edhe sinqerisht duhet me i falenderu sepse ato nuk janë këngëtar të vegjël që më thanë, ok, a din kanë ardhur, por kanë ardhur me një dëshirë shumë të madhe dhe për këtë i falenderoj. Është gjë e bukur, po gjithsesi në këtë rrugtim që nga baza, që nga nisja e në vazhdimsi, natyrisht që ti ke ndjerë mbështetje. Patjetër. Një mbështetje ose një shtys ose vlerësim. Si kanë qenë këto tek ti? Kush të kanë mbështetur aq shumë? Shtysja me më e madhe është mami, sepse ka pas shumë momente ku unë kam dashur me heq dorë për muzikës, sepse ne të tanë e dim se sa e vështirë është bota e muzikës. Edhe kam shku shumë herë në shtëpi tu qa, edhe i kam thënë një gjë se unë nuk shkoj më. Nuk shkoj as me knu, as i sende dhe mos më thuj më. Edhe më ka thënë, ti po nuk urxove, nuk ke me ditë kur mu çu. Sa bukur. Kështu që mamin dhe më thane ashtysa a parë, plus që mos flasim edhe për familjen, sepse normal më shtesin motra, babi edhe nana. Edhe pa ato nuk të tisha këtu ku jam. Në fakt, mami ytë ka një ndjesi të veçantë për muzikën, vetë ka qenë... Po, është kur ka qenë e vogël, është marrë me muzikë, ka qenë tek shtëpia e pionerit, si i keni thënë dikur. Po,
printe saj nuk kanë pas qef që ajo me vazhdu muzikën edhe kjo gjë ka qef që me një këtë onë. E pra, do me thënë, ti Rigersa plus mami, mami Vjollca. Shumë mirë. Mirë, Rigers, të bësh në moshën 15 vjeçare një koncert recital, kjo nuk është pak. Por edhe të vijosh me të tjera veprimtari, përsëri është diçka që të shtohet në aktivitetin tënd. Shkodran Fest, koncertet e verës, aktivizimi me qendrën rinore Atelier, janë disa nga ato gjërat shumë të afërta që organizohen në Shkodër, por jo vetëm. Shumë, në fakt qendra rinore është një ambient ku i mundson të rive për me shpreh talentin e tyne edhe mos me kalu ditën në mënyrë monotone, si me thonë nëse pa diçka për mu aktivizua dhe me ashtu i nimu shumë për me kuptu që arti nuk është vetëm qef ose për shembull mu shkput prej diçkajet. Arti është një botë që ka nevojë për mu kuptu edhe mu respektu. Edhe ke emocione dhe kujtime të bukura nga këto aktivitete? Shumë, janë aktivitete dhe më thonë që normalisht e ndihmoj njeriu mu formu, edhe kam shumë momente të bukura sepse gjithmonë në mrapaskena nolin këto gjana dhe kam pas gjithmonë njerëz të mirë që më kanë rrethu edhe ja kena kalu bukur. Në fakt, cila është rryma që të pëlqen më shumë? Më shumë pop. Më shumë Rryma pop. pop. Pse pikërisht? Po sepse nuk e di, edhe këngëtarja jam e preferuar ndoshta Nona Trym, edhe jam fut më shumë me një të popit Beyoncé. Beyoncé. Edhe domethënë jam fut më shumë me një të sajën sepse paka shumë merr pjesë me rajer të tana, kupton, edhe më pëlqen ajo më shumë. Ke realizuar edhe videoklip? Po. Me këngën Free. Po, te videoklipi, ka kanë videoklipi i dytë në fakt. I dyti? Po, edhe ka kanë një moment shumë i bukur, sepse ka kanë edhe i vështirë me thonë drejtën, sepse tanë videoklipi është gjeru vetëm për 6 orë. Edhe, dhe më thonë, ka kanë tonë kuajnë, okej, kthej u banë këtë lëvizje, unë edhe nuk ashtë isha mësu fort me thonë drejtën, por pjesërisht kam kanë e lirshme. Unë besoj se ke qenë shumë free, e lirshme. Dhe videoklipi i parë ka qenë diçka tjetër. Po. Që lidhet me? Kur kam kanë pak më vogël, me thonë drejtën, videoklipi është bë shumë shpejt edhe nuk është se ka kanë i mirë mendum. Thjesht ka ndodhur dhe doli diçka e lezetshme, po pse mos më majt si një kujtim të minis teme. Shumë bukur. Por pjesëmarrjet tek kënga magjike, megjithse 17 e pak pa i bë 18, të kanë vullosur në këngëtarët big tashmë, sepse ke dalë 2 herë në gjysmëfinale. Çfarë do të thotë kjo për ty? Është një emocion i papërshkrueshëm, me thënë drejtën, sepse në momentin që hyn në atë skenë, vetmja gjë do të thonë që mendon njeriu ju me kalu është për me dalë mirë, me përfaqësu veten mirë, edhe mos me zhgënjy njerëz që kanë besim te ti. Për mua ka kanë shumë e veçantë, shumë e bukur dhe unë nuk do ta harroj kurrë sepse çdo eveniment ka ato ndjesitë e veta. Edhe momenti kur unë jam shpall big, ka kanë, nuk di me të përshkru për zotë. Kush të ka qëndruar afër në backstage, dikush nga shtëpia, si kanë qenë ato përjetime pikërisht? Kam pas ofër edhe motrën edhe mamin, të dyja në fakt, po më shumë mami se motra e ngarkuar me shkollën. Por kam pas edhe Exona Ademin, do të thonë që kanë ndajt afër meja, kështu që e falenderoj edhe atë. Me këtë rast e ke zgjeruar edhe aktivitetin tënd, por edhe marrëdhëniet me këngëtar, me... Si mjet kam kënë pak më afërt se vjet hera parë dhe ka kënë pak më ndryshe, edhe nuk u njifsha dhe unë kam një tip që, okej, adin, flas shumë mirë me njerëz, po në të njëjtën moment rri edhe në atë punën time, si më thonë, edhe nuk është se për shkakun shkoj me i bezdis njerëzit, adin në flasim ose diçka. Rigers, muzika është pasioni yt më i madh, apo jo? Por njëkohësisht në kohën
pak më të lirë, kur mësimet, megjithëse si vjet ke maturën dhe besoj se impenjimi është shumë i madh, apo çfarë pasionesh të tjera ose dëshirash të tjera ke për të ndjekur? Si mjet i herë impenjimin ja kam lënë shkollës, sepse siç tha edhe ti vet, unë jam maturante si mjet, por në kohën e lirë mund të them del me shoqënin ose mund shkoj te qendra rinore, atelje, këto do të thënë. Gjë shumë e bukur. Ndërkohë që thej që më pëlqen të studioj, jam e përqendruar, lëndët më të preferuara tuaja? Historia. Pse pikërisht? Sepse edhe dega që du me zgjedh ka lidhje me te, është baza asaj, kështu që ajo më pëlqen, ka pëlqyer gjithmonë në fakt, sepse ka kanë edhe një lëndë që e kam kuptu edhe e kam thonë me dëshirë. Cila pjesë e historisë të duket më interesante? Po varet, për shembull këto pjesë ku flasin për luftat që janë zhvilluese në fundit ato janë më kryesorët edhe kanë met në historinë tonë. Lufta e dytë botërore më duket pa bukur, kështu që shumë mirë. Pra, pak nga pak unë mora edhe një përgjigje që në vitin e ardhshëm ose në vjushmërinë ti do studioj për drejtësi. Do të studiosh për drejtësi. Për drejtësi. Mendon që ke dëshira dhe premisa që të shohësh vetëm ligjin dhe askën tjetër? Nuk e di, them ti bëj pak prej të dyjave, po do një lidhje të mirë, të bukur, kështu që më duhet më mendu pak. Shumë mirë. Mirë, ke ndonjë aktivitet të afërm që të ka tingëlluar si një jehon që do ta realizosh? Për momentin, jo, nuk kam asnjë eveniment ose një aktivitet. Në shkollë më shumë. Dhe siç di, shkolla juaj do të organizoj së afërmi një aktivitet për karnavalet, ku ti do të jesh prezantuese. Do të këndosh përveç? Ndoshta. Ndoshta, se besoj se kam nejt jashtë për kësaj pjese, kështu që. Natyrisht. Dhe prezantimi të shijon, ke dëshirë? Më pëlqen, do të thënë, çdo gjë që ka lidhje me artin, që ka lidhje me skenën, me thënë drejtën, më pëlqen. Sepse unë përveç këngës, unë kam pas edhe aktrimin gjithmonë, kështu që. Po gjë shumë e bukur. Këto pasione ti ushqesh, ti ruash, ti mbash dhe të zhvillosh. Ndërkohë që shkolla mbetet një pikësynim i veçantë për ty. Rigers, me këngën Kot me fol, vërtet ke patur një sukses shumë të veçantë, por edhe këngët tjera që ti ke kënduar vërtet kanë qenë të bukura. Po, është e vërtet, po te kjo kënga fundit, do të thonë kam kanë më në mrendim, ka pëlqyer më shumë, kam kanë më lidhur me këngën, e kam shijuar në një mënyrë pak më ndrysh, kështu që është e veçantë për mua dhe ka. Ti vetë mund ta këndosh paksa vetëm refrenin. Është herët ndoshta për këngëtarët i ve pak në siklet, po. S'ka problem. E me grushta lart, qiellin dua ta rrëzoj, sa i natë kam, ty nuk mundem të lëndoj, veten e gënjej, do kaloj, po për drejt çdo jem, po njësoj, edhe hana, bashk me diellin sri, sa po del ajo, perëndon ai. Sa bukur, më kënaqe, besoj se shpreh edhe mendimin e dëgjuesve që po na ndjekin, edhe atyre që janë tani në faqen tonë Live Radio Shkodra në Facebook. Rigers, vërtet ishe një kënaqësi në mëngjesin tonë shkodran për sot. Faleminderit edhe për Uroj vimësi të jashtëzakonshme në rrugën tënde, atë guxim që ti ke për të aktivizuar gjithmonë, por edhe suksesin që ti ke dhe mbështet tek cilësia e interpretimit dhe zërit tënd. Sukses edhe në shkollë, të uroj çdo të mirë. Je shumë e re, por ke kaq shumë rezultate dhe uroj që vimësia të jetë e shkëlqyer. Shumë faleminderit për ftesën, ishte një ndër intervistat më të bukura që kam pasur. Faleminderit shumë, faleminderit. Veç suksese të uroj, Rigers. Shumë faleminderit. Edhe për ty.